Aeroporti ndërkombëtar i Denverit, Shtetet e Bashkuara. Aeroporti ndërkombëtar i Denverit, Colorado është një qendër kryesore e inovacionit në Shtetet e Bashkuara dhe është i njohur për madhësinë dhe kontributin e tij të rëndësishëm në ekonominë e rajonit. Është i njohur për shtrirjen e tij të madhe, duke mbuluar 137.8 km2, duke e bërë të dytin ndër aeroportet më të mëdhenj në botë. Ai u hap më 28 shkurt 1995 dhe është një katalizator i madh ekonomik për Coloradon, duke gjeneruar miliarda dollar çdo vit, që prej asaj kohe konsiderohet ndër më të ngarkuarit në Amerikë dhe globalisht, duke kapur rekorde nga viti në vit. Terminali i tij ka një dizajn të veçantë me çati në maj dhe pista të shumta të cilat janë konceptuar për të përballuar fluks të lartë trafiku. Aeroporti po i nënshtrohet vazhdimisht projekteve të zgjerimit dhe modernizimit për të akomoduar rritjen e ardhshme. Roli i tij është jetik në turizmin dhe ekonominë e rajonit.